s'po e definuajnë as pak, sepse nëse definuajnë kishim pos, që me thonë, një parti politike që bën koalicion me një parti politike në nivel këtë komunave, edhe kjo në një farë mënyrë kish mujt më konsideru një lloj definimi. Por derisa ishe këtë partit politike të bashkëpunu njëra me tjetrën, atë çfarë definimi mundi më jap kësajnaj. Nëse është VVA bashkëpunon me LDK-n, VVA bashkëpunon me AK-n, VVA bashkëpunon me PDK-n, pra këtë partit politike ki që bashkëpunojnë njëra me tjetrën. E ki edhe LDK-n me PDK-n, pra PDK-n me AK-n ose të tjera. Këtë njëra me tjetrën bashkëpunojnë. Prandaj nuk mundesh me bu një definim me thonë që e kemi një farë, që me thonë, ndarjet partive politike ku këtu dy jaknej po bashkëpunojnë, këtu dy jaknejnaj. Kështu që nuk ka të bëj kjo me zgjedhjet parlamentare ose me një definim për qeverinë ashme të nivelit qendror. Megjithatë unë mendoj që është pozitive që partitë politike kanë filluar me reflektu, sidomos qendrat, një jep autonomi degëve, me pas të drejtë dega vet me vendos cili është rreshtimi më i mirë për ta, edhe për degën, për me mri me orën pushtet, sepse mbi të gjitha partitë politike krijohen edhe funksionojnë me qëllimin e vetëm që kanë qëllimin për me orën pushtet. Në të kaluamën, për shembull, para 4 viteve, kemi pasur raste të caktuara ku për shkak të kryenësisë se një parti politike ose për shkak të përzierjes së leadershipit qendror tek dega, nuk i kanë lejuar me ndodh koalicionet që kishin mujt me përcaktuar fituesin. Edhe kanë humbur në komuna të caktuara. Edhe kjo është evident, sidomos në komunën e Prishtinës. Pra sikur para 4 viteve Arben Vitia kish bu koalicion me AK-n, me Davut Haradinajn, e kish pas sigurt fituar. Mirë, po nuk ka dash me bo, sepse ka ndërhyr direkt leadershipi vetëvendosjes, edhe si pasojë e kësaj, vetëvendosja ka humbur Prishtinën. Prandaj, mendoj që autonomia që ju është dhënë, ose decentralizimi politik që është bën në Kosovë, që degt e kanë filluar një autonomi me pas vetë të drejtën, me vendos ka duhet me urreshtu, me pretendimin që me orën pushtet, mendoj që është pozitive. Prandaj kjo ka ndikuar që me pas qësi koalicione shumë gjërsh në nivel lokal në këtë Kosovën. Mirë,